Selamu alejkum të dashur shikues, jemi shumë të lumtura që jemi bashk edhe sot në këtë programet e bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na ndihmon të bëhemi fëmijë edhe më të mirë. Le ta dëgjojmë me kujdes shoqën tonë dhe të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja është si përgatitemi për Bajram. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allahut për çdo mirësi, paqja dhe bekimi qoftë mbi Muhamedit alayhis salam. Pastrojmë shtëpinë, përgatisim rroba të bukura dhe gëzojmë. Falenderojmë Allahun që na dha mundësinë të agjërojmë. Bajrami na mëson të falemi vëllezërit dhe motorat, të mos bëjmë inat sepse zemra e pastër e bën Bajramin më të bukur. Në ditën e Bajramit të gëzojmë, të vizitojmë familjen dhe të buzëqeshim, të përshëndesim njërin tjetrin në fund, i lutemi Allahut. O Allah, na e bëj çdo ditë si Bajram dhe na e mundësë të bëjmë vepra të mira. Falenderojmë zënësën Bushra Hajdari për këtë këshill të bukur. Mirupafshim në këshillën e radhës. Allah ju pranoftë agjërimin.